kemi themeluar ndërmorën, sigurisht që do të na marrë kohë, sepse një ndërmorje e re bën edhe proceset e procedurat e veta. E tha dhe kryetari i kryeqytetit, zoti Përparim Roma, se na jemi dakord 100% çka kemi biseduar sot. Edhe thatë ju që kanë deklaruar kryetari i Obilisit, kryetari i Fushës Kosovës, ne nuk i komentojmë deklaratat tyne, po ata me qef ose pa qef kanë mull me neve, sepse na do të mirëmi vesh për kompani. Kërkush të ne merr përgjegjësinë për një kompani që është e themeluar nga gjitha këto komuna, me marrë veç vetë borxhet apo edhe të mirat e saj. Ne jemi në themelim, ne jemi në gjendje shumë të rëndë në komunat tona me mbetërinat, rreziku i shëndetit i qytetarëve është i rrezikuar, jo veç për krim mbetërinave, unë kam probleme edhe me ujin, i cili nuk ka ujë, që 2 muaj ndërnas nuk ka ujë, për shkak të pompave në bivolak të cilat nuk funksionojnë, dhe kjo është pak më ndryshe sepse këtu direkt ka përgjegjësi niveli qendror, ndërsa sa i përket nivelit lokal, sa i përket kompanisë pastrimi, ne do të mirëmi vesh edhe me zotin Bulliqi, po edhe me dy kryetarët e komunave,